ne e mësojmë pra jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se jemi porosit nga ana e Allahut azza wa jall, që pasi që të njihemi me Allahun, ta njohemi dhe dinin Allahut, jemi porosit gjithashtu të njihemi me pejgamberin Allahut. E gjithë feja sjellët këtu. Para ta thonë të Ibn Qayyim se janë di hadithet pejgamberit Allahut, se gjithë feja është përmbledhur në këto di hadith. A dini se këto janë hadith? Cilët janë këto di hadithe që këtë feja Allahut sjellët rreth këtyre di haditheve? Njëna prej atyre në themel e qetri hadithi pejgamberit Allahut që flet në këtë kontekst është hadithi i cili tregon për fritin e këtij themelit. E para hadith që thot pejgamberi Allahut, ai që thot raditu billahi rabba wa bil islami din be Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Ai që thotë mëngjes do të tre herë. Jam i kënaqur që e kam Allahun Zot timin. A njeh Zotin ton? A njeh Zotin ton? Çka din ti për Zotin ton? Këtë inshallah do të shpjegojmë ditën e mërkurë, mos ja ci. Do të njihemi me Allahun. Çka din ti për Zotin tan që duhesh me ditë, çdo besimtar duhesh me ditë? Çka din? Jemi porosit ne përderisa mi thëjmë Allahut, jemi razi që Allahu në kemi Zot. Kush janë Zoti jot? Që njefti Zotin tanë? Kurse Allahu azza wa jall e ka përshkujt. Me thonë dikush, përshkruma Zotin tanë me direshtë. Përshkruma Zotin tanë me direshtë. Që kishe përshkujt Zotin tanë me direshtë? Kush e din me përshkujt Zotin e vetë me direshtë? Allahu azza wa jalla ka përshkujt vetën e tij dhe ka thonë kul huwa Allahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kjo Zoti. E kuptova sepse një e tretë e Kuranit është kul huwa Allahu ahad. E ditë e tretën Islami dhe pejgamberi. Islami dhe pejgamberi. Pra çështja e parë është me njohur Zotin tanë. Thot Ibn Qayyim, feja është thellë në këto di hadithe. Raditu billahi rabba. Jam i kënaqur që Allahun e kam Zot timin. Çka din ti për Zotin tanë? Pa Zoti jot nuk i përngjason askujt. S'ka nevojë për askën në të nevojshme për ta. Nuk është i lindur as nuk ka lind kur kush me atë. Kë janë definicioni i Zotit tanë? Çdo kush që i përshkruan Allahut azza wa jall, njënën prej këtyre biftanëve. Nëse Allahu të i bashkojnë bashkorde, atëherë Allahu samet son. Nëse ti shpreson për dikujt, ma shumë se Zotit tanë, për ti Allahu samet nuk ka. Nëse pretendon se nga Allahu ka lind dikush, të tërsa Zotit jot që ka bashkojnë Allahu e ka definu vetën e ti në Kur'an. Pra fjala suratul Ikhlas, që i thojnë definim i Zotit. Raditu billahi rabba, o bil islami din. Çka din ti për Islamin tanë? Cili është Islami jot? Islami është begatia më e madhe që Allahu thot ja kam dhënë njerëzimit. El yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam din. Sot unë kam plotsuar fenë. Sot nuk ka gjendje tonën dhe ditën e kiametit që nuk gjenë gjevap në Islam. Nuk kenë zgjidhje në Islam. Kaj çështje, dunjos dhe ahiret, që nevojitën ty i gjenë në Islam. Kjo është Islami. Kjo është begatia që Allahu thot i kam plotsu begatit e mia ndaj teje, e emri i kësaj begatie ka emrin Islam. Ato ka thonë Islami, të në të mire tu ka thonë. Ato ka mori Islami, as një të mirë i privu nga gjithë të mirë. Pra thot Ibn Qayyim thot, ai që thot jam i kënaqur që Islami në kam fet tim dhe jam i kënaqur që Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e kam pris, e kam model timin, këse i thot 3 herë në mëngjes dhe vdesa ditë në xhennet. A më parë se me në xhennet është hadith i ditë,
thot dha ka ta'mel iman, kja është i vetëmi që mund me shiju ambëlsirën e imanit. Nuk din çfarë shije ka Islami ai që si plotson që do të rrinë. A kuptuat pse në varr vetë është vetë për që do të rrinë? Për shkak se Muadh ibn Jabal vinte te pejgamberi Allahu, vali, erni ndacak, një fshatar te pejgamberi Allahu, dhe i thotë ja Resulullah unë s'po di mu lut sikur ti dhe Muadh. Muadh ibn Jabal ishte pe dietar. Pra ato dishin mu lut, unë s'po di. Tha çka po lutesh ti? Tha po i lut na o Zot ban më nasip xhenetin dhe mbroj nga zjarri. Tha na çati par po sell. Pra Islami thellë që të trihet. Parat Muhammed ibn Abdul Wahhab ka shkruar një libër 3 themele. Çfarë do të thotë 3 themele? Çfarë do të thotë 3 themele? Pletërat që të 3 themele. Na që do 3 themele, ende s'kena arrit mi mësu. Ma shpatën e kena me vetë. Veç bëmo vakiti ku s'pa kryer, shkon ki. Që 3 themele, që është të elementare, ende nuk i di. Ne dim Barcelona sa lojtari ka, sa rezerva i ka. Ha? E dim se me kanë ka me lujt, e dim se sa golla dhe kam i dhonë, i parashikojmë. Ha? Amo nuk e dim se pejgamberi Allahut sa fëmijë ka pas. Nuk e dim pejgamberi Allahut se ka pas jetë. Nuk e dim pejgamberi Allahut, ndërsa jeta, biografia pejgamberit Allahut ka qenë nën kujdesjen e Allahut. Në gjahilijet pejgamberi Allahut kursi ka poshirë. Para si Islamin. Ketë që na nuk e dim që jena musliman dhe pretendojmë se jena pasues pejgamberit Allahut, se ndët e ngurët e kanë di. Pejgamberi Allahut thotë, sot e kësaj dite e di një gurin Mekke që para se unë më shpall pejgamberin më jepte selam. Pejgamberit Allahut jepte selam një gurin Mekke. Ka thonë se dietar se janë ki guri si. Që jepte selam pejgamberit Allahut. Se ka përcaktuar këtë hadith. Mi për djetarë mendoj se guri si i pëke selam pejgamberi Allah, Allah pa arë pejgamberi Allah, si pejgamberi. Guri e qmon të pejgamberi Allah. Parat Hasan al-Basri, kër e komentonte, kër e transmitonte hadithin e palmës, ju e dini palmës, se pejgamberi Allah, kër i gjeron të rriken kam, para gjemotit. Pastaj kër u zjeru gjamia, i pëke manalt, i pëke mimber. Po para se me i mimber, e kish një palmë që pejgamberi Allahut të mbështet, këtë nën të dorë dhe u mbakjen të jo. Temi me dariu, kur ven për gazë, se pranon Islamit, ja maron një mimber. Dhe hitë bën e parë, kur hitë pejgamberi Allahut në mimber, në shkallën e ditë, në tretën ullët, jep selam, ja nis me qajtë palmë, për çka këste përballohet për pejgamberi Allahut. Dhe transmeton Enes ibn Malik që thot pejgamberi Allahut zripi për hitë, e përqafoj dhe tha hesht. Tha mos pastaj tha pejgamberi Allahut me pas lënë këtë gjendje kishte çaj deri në ditën e Kiametit. Pse çaj di palmës se u pat u përmallu se u largu pejgamberi Allahut një di hapa larg asoj. Thotë o musliman, do të hasë pasdiu. Palma po çon në ngurë që s'ka gjendje. Palma po çon. E përmalluar për pejgamberin Allahut, a keni qajt ju vetën tuaj se dini se cilin e keni mësues të njerëzimin, zotëriun që Allahu Azza wa Jall e ka nderu, që nuk e ka nderu asnjë pejgamber sa pejgamberin Allahut. Nuk ka pejgamber që është nderu sikur pejgamberi Allahut. Nuk ka pejgamber që Allahu Azza wa Jall salavati ka thënë përveç pejgamberit Allahut. Kur Kur'an Allahu nuk e ka përmend pejgamberin Allah me emër, Muhammedi. E vetëm kur ka dash me bo bejan, me tregu se e kam për qëllim pejgamberin, ja ka bashkangjit. Muhammedun Rasulullah. Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah. S'ka me emër. Kanë dalu sahabë me thirr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me emër. Derisa do të shihni. E kja kanë dalu sahabëve edhe fëmijën e madh me emërtu si që ka emërtu pejgamberi Allahun Gjalil e madh Kasimin. Se arabët e kanë pas zakon me nov ka janë thirr. I ka thonë nëse ka pas Gjalin e madh, emrin Kasim e kanë thirr Ebul Kasim. A dini pse?
Ka thonë dietar, kjo ka qenë ndalesë vetëm derisa ka qenë gjallë. Disa ka thonë ndalohet ti me pas emrin Muhammed edhe djalit me ngjit Kasim. Amo disa dietar ka thonë kjo ka qenë ndaluar në kohën e pejgamberit Allahut. A dini pse? Se pejgamberi Allahut kur janë ngjiti djalit emrin Kasim, këtë sahabët çat shumë që e doshin pejgamberin Allahut janë nisën me ngjit emrin Kasim gjemët vet. Dhe kur rritën pak ato gjemët e tyre, dhe kur i thirrë dikush ja Abul Qasim, pejgamberi Allahut u ktheke. Të ke jo ti po doshte me për këta. Allahu tha mos e mërtoni. S'ka mundësi ju ta shqetësoni pejgamberin Allahut që pejgamberi Allahut ta kthej kokë. Edhe pse pejgamberi Allahut ju e dini se e ka pas zakon kur kokën nuk e ka kthi. Po pejgamberi Allahut kur a kthi me gjithë trup. Kur kokën gjatë me kthi se ka kthi. A kthi me gjithë trup.